Hidi, ne lançuam më përpara se ti të vije në studio dhe kemi hapur telefonin ton dhe disa njerëz random kanë dashur të bënin disa pyetje. Okej? Vini, a mund të japësh parën, lutem? Jam pronari një butiku në Bathore. Dua të bëj sfilat me ca fustane që i kam fake, por dua t'i shes origjinale. Sa e ke çmimin? Jo, nuk e dëgjova mirë. Nuk e kuptova. Kishe të bënë fustane? Ishte një pronar butiku në Bathore. Okej, dhe kam ca fustane, çfarë donte të bënte? I ka fustanet fake, po i shet për origjinale, donte të bënte sfilat. Okej. Dhe të pyet ty, sa e ke çmimin për të bërë sfilat në Bathore? Jo, me të drejtën nuk e çmim. Nuk kam, no, për Bathore, jo. As për gjëra kështu. Po për kamës, no. Është problem arresti kohët e fundit. E kupton gjëra fake kështu. Në Itali po këtu në Shqipëri gjithë janë fake. Me ligjin nuk ka gjë, duhet të edukojmë, e kupton? Pra mos veshin fake. Ajo deklaroj lekët, mos deklaroj çfarë. Jo, unë absolutisht. Më mirë një gjë më modeste ose por që të jetë origjinale, kreative se sa. Kur të fillojnë artikujt nesër, Heidi Baci refuzon ofertën. Padrino. Vini të dytën të lutem. Isha vjet në plazh me ty. Do me thënë, isha me ty se ti ishe te karria ngjitur pa, edhe ti gjova që ishe duke folur në telefon, po ishe duke shar me libër shtëpie, po pse shan mi Heidi se la bëre mirake për një moment thash do vija aty, të shpëtoja. Puç, je shumë e mirë. Ndjek për ditë. Ju lutem mos pini dhe të merrni telefon. Ju lutem. Këto i keni bërë ju këto? Po jo. Ju janë njerëz me vërtet. Me vërtet. O vini. Çfarë të duket net? Sa beson ne se nuk di. Po jo. Nuk e di, nuk është e vështirë që unë jo, okay, mund edhe të ketë ndodhur. Po ndodh. Mund nisi follow supporting Heidi tani sa mund të ketë ndodhur, nuk e di, të shaj aq shumë, jo, është e vështirë. Shiko, është një farë duhet një Mbamën ku ishe vjet në verë, në plazh të ka parë. Në plazh kam qenë. Dhe sa bukur e ndërton, isha në plazh me ty, domethënë. Po pra, ishte po jo moment ka boja ishte. Me të njëjtin diell, po. Njëjtin grohesh, po. Shan për të dhënë përgjigje? Shan në përditshmëri? Jo. Kur të vjen për të shan shqip apo italisht? Italisht. Të vjen më mbar. Po. Okej. Me shpresë se nuk e kuptoj. Kur kam emocion më të lartë ose tension më të lartë, më vjen italisht më kollaj, me thënë drejtën, po. Shfryem më mirë. Bukur. Kënaqem. Shfryhemi dhe kënaqemi italisht. Vini kemi edhe një tjetër, më duket. Ciao Heidi, mi scusa, kam një pyetje për te, c'è un regalo per te. A kanë ujë ato burime? Ciao. Ja. Kush e ndjek këtë emision? Ja ta që gjë. Nëse të rikthehemi në fanbase-ve, duhet të rregulloni diçka ndoshta. Pastaj jo për të jap ndonjë këshill. Qërë ujtë me ku ka ujtë. Kanë ujë ato burime. Ajde. Ti moje shkara i filja ime. Jo more, ajde. Besoj se ishte një mënyrë për të kënduar. Faleminderit. Çfarë tipash, nuk e di. Ne bëjmë diçka, po kemi adresuar njerëz të gabuar. Çfarë na marrin kështu njerëz? Ta sjell me këmbë në tokë. Ti ngri buzëqeshjen. Jo, mos e bëj vetëm atë pyetje me vdekje mos e bëj. Ajo është më vonë. Edi, nëse do të kujtoheshe vetëm për një gjë, për çfarë do doje të kujtoheshe? Kur të vi dita e lërë qoftit. Për librat, për shkrimet, për mendimet, që nuk do doja kurrë as të ishin klishe, as të kalonin. Analizoj shumë atë që them. E mendoj shumë. Edhe kur jap mendime çdo ditë në Wake Up. Blendi bën pyetje shumë interesante çdo ditë, shumë stimuluese. Shumë sfiduese. Edhe realisht mundohem t'i dhuroj njerëzve gjithmonë këndvështrime ndryshe. Të japin këto pyetje, të japin edhe ty mundësinë për të dhënë diçka. Ndoshta prandaj jam ndier shumë mirë në këtë tërjet, sepse realisht është mundësia për ditë për të dhënë disa mësime që janë përtej asaj që jetojmë çdo ditë, ndoshta edhe një zgjidhje alternative. E kupton për jetën. Ndoshta ndonjëherë as nuk pëlqehet sepse shumë e ftohtë ose më konkrete ose ndonjëherë duhet ndar gjërat. Ka disa probleme që zgjidhen në një mënyrë më të ftohtë, më konkrete, disa që duan më shumë emocion, por sigurisht gjithmonë ndryshe.
Okej. Çfarë nuk do të bëhe kurrë pavarësisht nga shpërblimi, pra nuk do të blieshe, në thonjse. Ka shumë gjëra. Po, si na jep një? Kam shumë gjëra. Realisht, madje ky është ai mesazhi që gjithmonë jam munduar të përcjell tek njerëzit. Që nuk ka çmim më të lartë se vërtetësia. Domethënë edhe të hikosh aty ku nuk ndihesh mirë. Nuk e di, jeta sikur, ndoshta ky është manifestimi, ndoshta jeta hap dyert aty ku ti tregohesh i fortë, aty ku ti reziston, edhe në momentin më të vështirë, nëse vetëm duron pak më shumë, shtrëngon dhëmbët pak më shumë, edhe do e shohësh se si 5 dyert, 5 rrugë të tjera do të hapen, se sa e madhe është bota, se sa në fakt kemi zgjidhje. Ndonjëherë mendon se kjo X gjë është më e rëndësishmja ose ai person është më i rëndësishmi, por nuk është ashtu. Bota është realisht shumë e madhe. Kështu që nuk ja vlen të bëjmë ato gjërat. Edhe kjo mund t'ingëlloj klishe, por nuk ja vlen të bëjmë ato gjërat që nuk na bëjnë të ndihemi mirë, se realisht ikin vitet, ikën koha.